Ernest Muçi u largua gjatë kësaj vere nga radhët e Beshiktaşit, ku u nxori jashtë planeve nga trajneri Sergen Yalçin për të u bërë pjesë e Trabzonsporit. Në radhët e këtij të fundit, sulmuesi po kthehet në nivelet më të mira dhe këtë e tregoi dhe sot duke i shënuar një gol pikërisht Beshiktaşit në barazimin 3-3. Pas ndeshjes, trajneri Beshiktaşit u pyet pikërisht për formën që po kalon Muçi dhe e cila është ardhmja e tij, meqë ai është në huazim të Trabzonsporit dhe jo në transferim përfundimtar për momentin. Po, Muçi po luan mirë, e kam ndjekur ndeshjen e fundit, ai është shumë i suksesshëm, ai po jep një kontribut të rëndësishëm te Trabzonspori, mund ta interpretojmë kështu, vetëm se një lojtar nuk mund të ketë sukses në një vend, nuk do të thotë se nuk do të ketë sukses në një tjetër. Ndonjëherë një ndryshim skene, një ndryshim energjie është shumë i dobishëm. Mendoj se kjo i ka sjellë shumë dobi Muçit. Ai po bën gjëra të mira te Trabzonspori, po kontribuon në ekipin e tij, ai po lufton mirë dhe e përgëzoj për këtë, por nga pikpamja jon nuk kemi plane në lidhje me Muçin. Ai është një lojtar që nuk e konsiderojmë për skuadrën tonë. Më lejoni t'ua them këtë. Pra ai nuk mundi të jepte paraqitje të mjaftueshme për ne, por dha këtë performancë te Trabzonspori. E përgëzoj për ndeshjen që luajti, ishin fjalët e trajnerit të Beshiktaşit. Ernest Muçi është kthyer në kryefjalën e futbollit turk në këtë javë të fundit pasi po shënon me një rregullsi mbreslënse duke siguruar pikë të rëndësishme për skuadrën e cila është kthyer në pretendente për titullin kampion duke rivalizuar me Galatasarajin. Muçi ka shënuar 6 gola në 4 ndeshjet e fundit duke qenë protagonist direkt i 10 pikëve të siguruara nga Trabzonspori për të mbetur në këtë garë për titull. Kjo është era e parë në karrierën e Muçit që shënon në 4 ndeshje radhësi në kampionat, gjë që tregon më së miri formën e sulmuesit shqiptar. Duke qenë në kuotën e 6 golave, Muçi është vetëm një gol larg sezonit të tij më të mirë në një edicion futbollistik. Ai ka shënuar 7 gola në sezonin 2019-2020 me Tiranën në superiore, ndërsa ka realizuar po këtë numër golash të ndarë me Legia Varshavës dhe Beshiktaşit në sezonin 2023-2024. Kësaj atij duhet të gjejë vetëm 2 herë të tjera rrjetën në edicionin aktual për të regjistruar një rekord të ri dhe me formën që po kalon, kjo arritje nuk duhet të jetë shumë larg. Ernest Muçi është shfaqur protagonist në ndeshjen që ekipi i tij Trabzonspor po humbet në shtëpi përballë Beshiktaşit. Sfida e vlefshme për javën e 16 të Superligës turke është momentalisht 1-2 për Beshiktaşin, megjithatë ishte pikërisht sulmuesi i kombëtares shqiptare i cili ringjalli shpresat për të tillë. Në minutën e 25 të ndeshjes Muçi shënoi një supergol nga hyrja e zonës. Kujtojmë se ky gol vjen përballë pronarëve të tij pasi shqiptari është i huazuar nga Beshiktaşi te ekipi nga Trabzoni.